Dhe jemi rikthyer në Shizonerin në Top Albania Radio. Danko, deri të fokusohemi pak te tema. Ti vet ke kryer një one night stand? Po, tani do isha hipokrit nëse do thoja që jo. Po, nuk mendoj që është gjëja më e mirë që mund të bësh. Mendon se thjesht të pëlqen adrenalina apo ka ndodhur diçka më specifike? Më ndjesi e jotja. Nëse do e bënim këtë intervistën kur isha 18 vjeç, do kisha përgjigje tërësisht tjera. Po ajo ka një mori gjërash, domethënë është momenti, është gallata, janë shumë gjëra që të çojnë drejt asaj. Një herë e ke bërë apo e ke përsëritur? Si qëndron? Tani disa herë, po jo një numër. Po tani kur jetë 18 vjeç, me të njëjtin person. Jo, po si u quka? Jo, aty quhet 3 night stand. Disa night stand. Po mirë, ta kesh bërë sot për shembull dhe mbas një muaj, një viti prapë me ditë për shkak friends with benefits nëse bën atë. Pas ka term tjetër, friends with benefits. Po tani këto termat ky brezëri ka shpikur, ne thjesht po adaptohem. Danko, çfarë ndodh me një one night stand në vitin 2025? A ka ndryshuar të pak mentaliteti? Fatkeqësisht po. Fatkeqësisht? Po. Pse? Po ka ndryshuar sepse Jo, pse fatkeqësisht? Po. Ta them apo ç'dësh? Ka ndryshuar sepse njerëzit i bëjnë lidhjet pak më jo të thella, ka ikur romanticiteti. Njerëzit janë pak më pragmatist, pak më makavelian, më kupton? Kështu që Makaveli është njëri që shkruante libra kur luftoni me shpatën. Edhe shefin. Jo, absolutisht jam strabik. Strabik. Po. Kështu që po, fatkeqësisht po. E ka humbur thellësia e lidhjes, romanticiteti i lidhjes, është bërë diçka kështu. Po pse mendon se njerëzit bëjnë one night stand, domethënë instinkt, dëshirë apo ndonjë boshllëk? Tërësisht boshllëk. Nëse do ishte instinkt, nuk do bëheshin pishman të nesërme. Ti e bën ndonjëherë pishman që e thua këtë? Po. Po pse e bën? Domethënë pse duhet bësh pishman, nëse ti e di në mendjen tënde që është thjesht një natë? Po nuk është gjëja e duhur për të bërë. Nuk është se merr diçka nga. Tani prit një sekond, se dua ty pak më. Hy. Je bër pishman se të nesërmen ajo goca ka dashur që të krijonte diçka serioze, pra ka menduar për diçka serioze, duke parë se vajzat janë më emocionale, apo thjesht e bër ti pishman se s'ia vlen të fare të harxoj kohë. Apo je përfshirë në ndjenja vet? Mund të jetë dhe ky opsion. Jo, nuk mund të përfshihem ndjenja për aq kohë sa është one night stand. Po na del një Danko tjetër, ama sepse ne e prisnim me mendje më të hapur, po ti na dole sentimental. Sentimental, do thoja tradicional. Shi. Po mirë pra, pse të ngeli pishman? Domethënë pse the kote bëra. Unë kuptova nga boshllëku. Po është diçka e cekët, më kupton, nuk është diçka që të lëm bres aty apo ku diun. Është thjesht diçka që ndodh edhe aq dhe cit. Në momenti. Domethënë që ta prish rregullat të thuash, okay, po e bëj. Është një 3 sekond shtetëruri, ku fiket truri edhe zgjohet egoja. Egoja. Shumë besoj që ne gocat nuk e kemi te pjesën e kemi. Jo për këtë gjë. Është lidhja të shtoj diçka, për shembull, te one night stand-et funksionon kështu. Jo se jam ekspert, jo, un jam bab Tereza. Por bab Tereza. Po. Nëse edhe mos më gjykoni për këtë që do them. Do gjykohesh shumë po. Po mirë, më gjyko, të lutem. Nëse një vajzë është një 7 nga 10, për një one night stand zgjedh një çun që është 9 nga 10. Edhe prandaj çunit i rritet egoja. Kurse, fatkeqësisht për shumicën e çunave, nëse çuni është 7 nga 10, mund të shkojë në një one night stand dhe me një gotë që është 4 nga 10. Po mirë, kush paragjykohet më shumë, vajza apo djali, nëse e bëjnë? Vajza padyshim. Prit çapo kuptoj. E diskutuam këtë tani. Për një gocë është një arritje, domethënë që po Jo, nuk është arritje. Jo, s'është një 90, domethënë që është dikush që e meriton. Dikush që i pëlqen Një sekond. Prandaj rritet egoja maskullore. Shifra. Ndërsa 4-5 ju e keni për hajt. Shto numrin, kat vizit. Një femër 7 nga 10 dhe çfarë është një femër 4 nga 10? Domethënë si vlerësohet? Po këtë do e gjykon ai. Jo, unë nuk po flisja për veten. Ej, po këtu jemi ke pamja ama. Ke pamja. Dalemi vetëm ke pamja. Patjetër, one night stand nuk ka si të thellohesh, se nuk është gjë. Po mirë, atë ndodh ndonjëherë që kjo one night standin ta kesh menduar dhe thua ndoshta mund ta vazhdoj më shumë kaq. Jo. Asnjë s'ka ngel mendje? Jo. Nëse do të kishe ngel mendje, nuk do ishte one night stand. Ishte friends with benefits. Shumë e bukur e lezetshme, por në ana tjetër do dali skandale. Shiko,
kjo që do them do gjykohet shumë me gocat, po nuk mund ta marrësh seriozisht një gocë që bën one night stand. Ja. Wow. Mesatar shqiptar. Ja, mesatar Ma vjen shumë keq. Wow. Çfarë bën? Mirë, më lërni të them diçka. Jo, nuk të thuash asnjë tani do flas. Më lër të shtoj diçka dhe pastaj shto sa të duash. Tani, një sekond. Ti, pse e do Hermes Birkin? Çfarë që dua? O zot, çfarë do? Okej, e marrim që e do. Njëna ju do e doj Hermes Birkin, patjetër. Siç mund dua dhe unë një Zon, Pagani, Lamborghini e tjerë që janë limited edition. Okej. Pse? Ekskluziviteti. Qose ti nuk je ekskluziv, si në marrëdhënie, si në Më smurë. Jo, po ti je smurishe. Për zotin më smurë, jo, për zotin tani jam direkt për spital. Ekskluziviteti sheh. Lutem, jo, do kalojmë publicitet, nuk mund. Kalojmë patjetër. Çojina dhe